Me rastin e 1 qershorit, festës së fëmijëve, Pallati i Kulturës dhe Qendra Kulturore e Fëmijëve Bulqiz, në kujdesin e bashkisë, kanë organizuar një koncert të madh festiv në qendër të qytetit. Morën pjesë fëmijë, prindër, mësuese në zonës, të cilët mbushën qendrën e qytetit. Për më shumë se 1 orë në dekorin festiv të krijuar për këtë rast nga Qendra Kulturore në drejtimin e drejtoreshës së kësaj qendre, Marsida Murja me stafin e saj, fëmijët u argëtuan në ritmet e këngëve e valleve, të përgatitura me profesionalizëm e përkushtim nga Qendra Kulturore e Fëmijëve në drejtimin e muzikantit Leonard Lala, koreografes Izabela Kosaqi dhe drejtuesit artistik Kutip Shehu. Programi ishte përgatitur me mjaft kujdes me një gërshetim të këngëve, valleve dhe recitimeve që bëri të mikpriten mjaft mirë nga fëmijët. Në këtë festim morën pjesë dhe përshëndetën fëmijët edhe kryetaria e Bashkisë Festime Mjeshtri dhe drejtori i Zyrës Arsimore Bulqiz Fatos Muha. Gëzuar 1 qershorin të gjithë fëmijëve, jo vetëm në Bulqiz, po kudo që janë. Ju meritoni të jeni çdo ditë të lumtur, po kaq sa sot. Ndaj ju premtoj që do të punoj fort, që ju të keni kushte sa më të mira, në qepe, në kopshte e në shkolla. Jam krenare si kryetare bashkie që zhvilloj shumë aktivitete me fëmijët dhe të rinj, sepse ju jeni gjithçka, ju jeni e ardhmja e këtij qyteti. Gëzuar! Përshëndetje të gjithëve, të dashur fëmijë, të nderuar prindër, të nderuar pjesëmarrës. Sot në këtë ditë të bukur pranvere, ju uroj të gjithë fëmijëve në mbar botën gëzuar 1 qershorin. Të dashur fëmijë, pa ju bota nuk do kishte frymëmarrje, nuk do kishte oksigjen. Ju jeni gjithçka e bukur në këtë botë. Të dashur fëmijë, 1 qershori për ju është festa më e bukur, ndërsa për ne institucione, duke filluar nga zyra arsimore, nga të gjithë institucionet arsimore, nga bashkia, nga Ministria e Arsimit, nga qeveria shqiptare, është një ditë sensibilizimi për të luftuar dhunën ndaj fëmijëve, për të luftuar bullizmin. Prandaj, unë në emër të zyrës arsimore ju garantoj juve dhe të gjithë prindërve se ne do t'jemi mbështetja kryesore dhe do të luftojmë gjithçka që pengon rrugën tuaj në zhvillimin e arsimit cilësor. Dua të falenderoj bashkinë, veçanërisht kryetarin e bashkisë, bashkë me gjithë institucionet arsimore për mbështetjen e madhe që ka dhënë, jep dhe për ju do t'jetë mbështetja kryesore. Falënderit të gjithëve, gëzuar, gëzuar, gëzuar. Në këtë ditë falë dhe moti të favorshëm, fëmijët u argëtuan duke kënduar e vallëzuar me njëri tjetrin.